Jemi rikthyer, Armelida Qose, eksperte punësimi, është bashkuar me mua në studio. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjeta. Kënaqësi që jemi ne. Një ditë më parë është prezantuar, të ndalemi pak pra tek programi I vetpunësimit. I prezantuar dhe një ditë më parë, por që është viti I dytë, në mos gaboj apo? Po, viti I dytë. Viti I dytë Viti I dytë që lançohet si grant nga Ministria e Financës dhe. Pra, një formë mbështetje për të rinj që duan të nisin një biznes, pra, për vetpunësim në këtë rast. Mund të ndalemi pak pra detajet e programit? Duke e parë si program, në teori vetpunësimi duket një nismë shumë pozitive. Por se mund të dhe me ata që kam vështirësi për gjetur një punë në treg, edhe për shkak të mungesës së përvojës, kualifikimeve, dhe për ato që ne quajmë liri. Por duke e parë në aspektin më të thellë, duhet parë dhe duhet vlerësuar se sa gati jemi ne që t'i shtyjmë të rinj tanë drejt vetpunësimit. Pra, pse e them këtë? E them këtë sepse Shqipëria është akoma një vend me ekonomi dhe me një kulturë sociale në zhvillim dhe goxha të paqëndrueshme. Dhe duke qenë një vend me ekonomi të paqëndrueshme dhe që ndryshon shpesh, pra pasiguri ekonomike, financiare, rritje çmimesh të vazhdueshme, pasiguri sociale, atëherë a është realisht? Ne I mbrojmë nëse I ofrojmë mbështetje në fazën e parë, apo I ekspozojmë ndaj rrisjeve që mund të vinë me kalimin e kohës për shkak të këtij terreni që është I pasiguar? Këtë do thoja që nuk duhet marrë vetëm si një grant fillestar, që ne t'i hedhim këta të rinj në vendin e punës, por mbështetja duhet të jetë shumë e gjerë. Duhet të jetë shumë e gjerë, sepse unë po të marr një shembull. Shpeshherë të rinj që hapin biznese, nuk duhet përballen vetëm me çfarë janë taksat apo detyrimet në shtet, por duhet përballen me gjetjen e klientëve, me mbajtjen e tyre, me zhvillimin e biznesit. Dhe nga njëra anë është kjo pasiguria fiskale që ka ky individ, dhe nga ana tjetër është ai duhet mundohet ta zgjerojë biznesin. Ka momente që duke qenë që ti je I vetpunësuar, në moment që nuk ke klient të vazhdueshëm, nuk prodhon të ardhurat të vazhdueshme, duke mos prodhuar të ardhurat të vazhdueshme, gjendesh mas 20-30 viteve, kur do të vijë koha e pensionit, me një pension minimal ose fare pa pension. Pra, duke e parë më në gjërësi. Po, për shembull, në ato çfarë ofron, pra ky program aktualisht, sepse nuk kufizohet vetëm tek dhënia e kësaj mbështetje, por të paktën siç është prezantuar, ofron trajnim afatshkurtër, mentorim për të ndihmuar në krijimin e një plani të suksesshëm biznesi. Nuk janë mjaftueshëm këto, apo janë vetëm për start, pra për atë periudhën sprint, atë periudhën e nisjes, por ndërkohë që ajo çfarë vjen më pas mbetet tërësisht në dorën e individit që e ndërmerr këtë hap. Po, pra kjo është një gjë fillestare që shteti të jep një grant, të mentoron për një kohë të shkurtër, por unë si përmarrëse, unë jam vetë si përmarrëse, e di që të arrit të ndërtoj diçka do më duhet më shumë se një vit. Kështu që ajo që unë si përmarrëse, po edhe si grua, shpesh herë pyes veten dhe them, në rast se unë dua të kem dhe familjen dhe karrierën, dhe për arsye shtazanie ndërpres karrierën, I bie që ndërpres dhe të ardhurat. Pra jam prap e pasigurt për të pasur një gjë afatgjatë. Pra domosdoshmëria për të pasur diçka që krijon vjushmëri, vjushmëri. Kjo shpesh herë shikohet me frikë nga të rinj, sepse pikërisht përballë këtyre pasigurive, dhe gjëja tjetër që duhet vlerësuar është, a është realisht kjo njërisi që po sillet për t'i punësuar, ose më saktë për të krijuar realisht vende pune për të rinjt, apo është thjesht një maskim I pasigurisë të tregut punës. Pra, duke qenë që tregu I punës ka disa kohë që nuk ofron vende pune mjaftueshme stabil, është një nismë kjo, pra për të kamufluar, për të mbuluar defektet të punës? Pra defektet që mund të ketë tregu I punës, apo është vërtet një iniciativë që mirë, kjo është ajo pyetja që shtrohet. Gjykon me aq sa një programin, por njose shumë e mirë e tregut punës. Si e pozicionon, le të themi, këtë nisëm? Nga anon? Unë anoj... Ose edhe aspekte për shumë që mund përmirësohen, pra duke nënkuptuar që më pëlqen si mund tjetë, po, mund tjetë një nisëm pozitive, inkurajon të rinj që kanë vështirësi për gjetur një vend pune, që të kenë
pra të ideojnë të japin jetë një ideje biznesi, dhe ndërkohë e vetmja kjo mund të jetë pra mbështetja në fazën e parë, por të mbetemi tek domosdoshmëria që kjo mbështetje mos jetë kufizuar, por të ofrohet në vimësi në mënyrë që risku i dështimit mos i faturohet individit, pavarësisht se kosto për shumë mbulohen në masëm gati 5.000 euro, 500.000 lek. 500.000 është mbështetje që ofrohet. Tani, unë ta thash, jam e vetë punësuar dhe që 5.000 euro janë thjesht unë do t'i përdor për të munduar të ngre brendin. Pra unë këto 5.000 euro i hargjova. Absolutisht, iniciativa është shumë pozitive, por mendoj që duhet të studiohet më gjërë për të ofruar këtyre të rinjve një paket fiskale më të mirë menduar, më lehtësuese dhe gjithashtu të ketë një siguri për vazhdimsi. Arsyeja më e madhe pse të rinjt preferojnë akoma kontratat fikse është sepse jo se nuk kanë talente, jo se nuk janë të talentuar, por kanë këtë frikën e besimit që sa do mos zgjasi mua biznesi. Pra këto pak kursime që kanë bërë, a do më mjaftojnë mua që ta çoj përpara biznesin? Absolutisht kemi të rinj shumë talentuar që e kanë çuar përpara biznesin, por ajo që duhet bëj në këtë rast qeveria shqiptare është të ofrojë mentorim të vazhdueshëm dhe një paketë fiskale më të qëndrueshme për këtë lloj kategorie biznesi. Te kjo domosdoshmëria që të ndiqen dhe për të kuptuar se çfarë impakti, për shembull, ky është ende një program që ka nisur. Ky është viti i dytë i zbatimit, edhe vitin e kaluar u mbështetën 200 të rinj. Ndërkohë që këtë vit nuk ka, të paktën fondi total është i publikuar, sa është mbështetja, u tha që ka një rritje të fondit. Është rrit fondi me diku 15%, thonë 15-20%, por nuk është shpallur se sa është fondi përfundimtar. Rrjedhimisht pritet dhe numri atyre që do të mbështeten. Do aplikojnë. Do aplikojnë, pastaj do vlerësojnë idet dhe do vlerësojnë se kush do marri grantin. Ideja është e tillë që vetë programi duhet të ketë parasysh kur t'japi grantin se kuj do ja alokoj grantin. Sepse duhet marrin parasysh edhe faktin e konkurencës. Pra, unë hy me një ide në biznesi, kam një grant 5.000-10.000 euro, por duhet përballem dhe me konkurencën. Kështu që duhet jetë shumë i studiuar si program, për t'i dhënë hapësira të rinjve, për të sjellë realisht risi në treg ose në shërbime, që këto biznese të kenë një gjatësi dhe të mundohen të ecin përpara. Pra mos t'japin grante për biznese të cilat tashmë janë të konsoliduara në treg dhe unë e di që si përmarrës i ri nuk do eci, ose më saktë me atë buxhet që kam nuk do arrit ta kem të eci afatgjatë, dhe gjithashtu duhet të jepet themi një shtys të rinjve që realisht e meritojnë, sepse shpeshherë duam apo s'duam në këtë shoqërinë të vogël devijojmë pak nga qëllimi. Kështu që edhe në këtë rast, por duke ju rikthyer tek ajo që nisa, pra tek fakti që edhe pse mund të jetë një program i ri, sa e rëndësishme është që të monitorohen ato të cilët kanë përfituar dhe se si ka ecur, le themi, nisma, ka marrë jetë vitin e kaluar dhe si është vjushmëria, pra nëse kanë arritur të mbjetojnë, nëse kanë arritur të zhvillohen, pra në çfarë faze janë e kështu me radhë. Është i rëndësishëm ky monitorimi i atyre të cilëve financohen në mënyrë që edhe aspektet cilat kanë dështuar, nuk kanë funksionuar, të mund të korrigjohen, të përmirësohen, apo të ndryshojnë gjithmonë në atë çfarë është thelbësore, që programi të jetë i efektshëm, frydhënës dhe i dobishëm. Shumë e rëndësishme, sepse jo nga ky program, po nga programet të tjera grantesh, dim shumë raste ku granti është dhënë për një ide biznesi dhe pastaj ka përfunduar duke mos u zhvilluar fare, ka devijuar. Kështu që është shumë e rëndësishme që kush e ka nxjerrë këtë program, pra të ketë dhe strukturat mbështetëse për të arritur të monitoroj, por pozitivisht, pra jo thjesht të kontrolloj se ku shkuan lekët, po të monitoroj në mënyrë pozitive ecurinë e kësaj sipërmarrje të re. Kështu që është absolutisht e rëndësishme dhe duan absolutisht ngritur skuadra për t'i mentoruar të paktën deri në vitin e parë. Këta sipërmarrës të rinj. Si njohëse tregut, nevojave që ka, por edhe
duke qenë afër të rinjve, le të themi mbi nevojat, ne kemi diskutuar jo pak herë edhe në këtë studio. Por çfarë do të gjykon që do të ishte udhës për të integruar të rinjt në tregun e punës apo edhe për të nxitur ata që të ndërmarrin një sipërmarrje, pra një biznes, të ndërtojnë një biznes? Të thash, shumica e të rinjve kanë humbur besimin në vjushmërinë të qëndruarit në Shqipëri, kështu që është shumë e rëndësishme që këtyre të rinjve t'ju kthehet besimi, jo vetëm se do marrin një grant për ta bërë diçka që e kanë pasur rëndër, por do kenë një vazhdimsi, të rifitojnë besimin e humbur dhe jo ta shohin thjesht si mora një grant do ta hedh dhe si të meci, por të jetë kjo fillesa për krijimin e besimit, për qëndrueshmërinë dhe për atë që ata të zhvillohen dhe të qëndrojnë gjatë në Shqipëri. Sepse ne kemi diskutuar në emision të mëparshme se sa shumë të rinj po largohen nga Shqipëria. Kështu që ky program duhet realisht të ndikojë për të kthyer besimin tek të rinjt, që shiko se realisht mund të bëjnë diçka, mund të hedhin idetë e tyre në treg dhe kanë dikë nga mbrapa, siç është qeveria shqiptare, që po i mbështet dhe po i suporton derisa të jenë autonom, pra biznesi të ketë marrë formë dhe të eci. Megjithatë, mbetet për të parë se aplikimet deri kur janë të hapura? Aplikimet janë të hapura nëse nuk gaboj deri në 10 qershor. E kam si datë nëse s'gaboj. Që do të thotë çdo i ri i cili mund të ketë ka vështirësi për të integruar në tregun e punës, por që mund të ketë një ide biznesi, mund të aplikojë, aplikimet bëhen tek Jelbenia? Te Jelbenia. Aplikimet bëhen nga Jelbenia. Aplikimet bëhen tek Jelbenia dhe kërkojnë një sër dokumentash. Ka kategori që le themi kanë prioritet apo prioriteti është dhënë AI-s. Normalisht jemi në epokën e AI-s, kështu që prioriteti është dhënë projekteve teknologjike dhe të inteligjencës artificiale. Dhe në mos gaboj të rinjt dhe po ashtu gratë, vajzat dhe gratë kanë një avantazh, le të them. Janë më të favorizuara në momentin e aplikimit dhe më pas përzihet. Gratë sipërmarrëse janë më të favorizuara. Kështu që le të shpresojmë që nuk është thjesht një program, por ka edhe aspekte të cilat ka shumë aspekte pozitive absolutisht, por thash dhe përmbledhim që duhet patjetër që të jetë shumë i mirë strukturuar dhe të jetë i ndjekur, pra i ndjekur është si ai fëmijë që fillon bën hapat e para, nuk di akoma të eci mirë. Dhe të monitorohet absolutisht për të kuptuar në mesin e rrugës, jo kur ndoshta ka mbaruar gjithçka, që nëse ka diçka për tu përmirësuar, të ketë struktura që arrin ta ndihmojnë biznesin e ri ose këtë sipërmarrësin e ri që të eci. Sa është akoma në kohë? Unë falenderoj shumë. Edhe unë të falenderoj. Kënaqësi që ishim. Kënaqësia ime. Mirë, jemi në mbyllje të pjesës së dytë. Pjesa e tretë do të ndalemi pak tek situata politike në Kosovë dhe efektin që ka dhënë tek biznesi, qoftë vendas, qoftë edhe investitorët e huaj. Ka publicitet dhe rikthehemi.